Këngëtarja shkupiane Adelina Tahiri do t'jetë përsëri pjesë e Dancing with the Stars, mirë po kësaj radhe në Maqedoni. Kamera e privesi ishte e pranishme në shtëpinë e saj, e cila shpalosi shumë çka për ne. Është e çmendur pas këpucëve, flen shumë. Dhe një gjë e cila me siguri ju intereson është statusi i saj. Të gjitha këto i ndjekim në materialin e radhës. Këngët e saj janë shumë herë pikante, e kjo më tepër falë mënyrës së performimit. Adelina Tahiri, shqiptarja nga Shkupi, tash e disa vite me radhë është aktive në muzikë e gjithashtu dhe spektakle. Prive ishte e pranishme në shtëpinë e saj, ku së bashku shpalosën gjërat më të dashurat e saja. Dita ime starton fillimisht e kam gjumën shumë tranë edhe sërë du më qumë në gjesë kur para 12 dhe nuk që. Mamin e kom alarm edhe sërë që më thirën e janë nali. Edhe vjen, nëse nuk zgjona, vjen nalë sigurisht në zgjonë që gjumët, vi poshtë. Edhe papa hangër ndo një mëllësi nuk më qelë në sy. Mami gjithmonë është e jam. Mami, qka po dojnë? Do njerë e nervozaj, ama ajtë thot me të mirë të marë. Më kalon me një mëllësin që me më kalu dita mirë. Te Adelina, familja ende zën hapësirën kryesore në zemrën e saj, me që akoma as kur s'ka arritur t'ja rëmbej atë deri më tani. Motrën e kam motivin e jetës time, cilës kam dëshirë të kaloj 24 orë me te, po ndonjëherë nuk e kam dhe mundësish me ata. Është një ditë si çdo njeri normal ndoshta që e kalon, po e jona pak nëse dikush shkon punë, ne kemi një punë tjetër, cilët njerëzit ndoshta e shohin pak më ndryshe. Teuta, apo nëna e Adelinës, është ajo që qëndron gjithmonë e gatshme ndaj kërkesave të së bijës. Ajo më bën nervoz, domethënë vonesa, jo korekcia kur vonohet, ajo gjithashtu më bën nervoz, edhe kur mi gjun teshat. Për shpi, që du t'i përmbledhi. Shtëpia e saj, në një ndër lagjet më të veçuara të Shkupit, zotron hapësirë të madhe, ku pothuajse tëra është e mbushur me gjërat e këngëtares, që nuk janë të pakta. Kjo është kati jam, ku e kaloj më shumë kohës këto. Tash më qëtë që kom marinati kur s'ulem të. Edhe këtu është dhoma jam, dhoma në cilën e du shumë. Jam e smut psikikisht pas garderobove, këto shumë njerëz mi tafart e din, që nuk e shoh janë pozitive tek vetvetja, po gjë që nuk më me hek, si së muzikën, si garderobat, e ndiqka që në tru, as me hapa nuk shëroj. Dhoma e saj e mbushur me ngjyra e figura dashurie shpreh karakterin e brishtësinë e Adelinës. Në syrin e familjes dhe të atyre që rrethojnë është prapë e njëjta, fëmijët e ka njoz e me shumë kërkesa. Tash nuk e di, mi nxirë ka njoz, nuk e di dhe çka kom se pëcit. Është një pjesë tjetër, aksesorin që unë e du shumë. Përveç rrobave të saja, ajo ka dhe një pasion tjetër që e plotson. Aksesorët e shumë të mbledhur me kujdes shfaqin elegancën dhe shijen e saj për shkëlqim.
Koha ishte Adelina që të bëj gati e t'i kthej sallës së provave në Dancing with the Stars, i cili po organizohet për herë të parë në Maqedoni. Pjesëmarrja e saj është mjaft e vlefshme për shqiptarët që ajo do të përfaqësoj. Tani më lehtë se në Shqipëri ka rrugën, që është 10 vesh më e shkurtër. Provat po zhvilloheshin në një sallë vallëzimi në qendër të Shkupit. E shoqëruar me një ndër vallëtarët më të mirë Maqedonas, Vancho Angeleski, ku ky i fundit, pasi që i dhuroi një buket lule për t'i dëshiruar miqësi, shpërthyen komentet se diçka mes tyre dyve do të lindë. Por më vonë këngëtarja na shpjegoi se kjo nuk do të ndodhte asnjëherë, për arsye se djaloshi kishte tjetër orientim seksual. Provat intensive, lëvizje të ndryshme e të vështira, grindjet, buzëqeshet e ndonjëherë edhe lëndimet ishin ato që çitin e vallëzimit i shoqëronin gjatë gjithë kohës. Well, for Adelina Tahiri, I can say that she's one of the best stars I know, one of the biggest as well. I learned her music, but also I learned her personality here in this month and something that we've been dancing. Adelina Tahiri nuk është e vetmja shqiptare që bën pjesë në Dancing with the Stars në Maqedoni. Konkurrent ka dhe aktorin Visar Vishka. Por sa e sigurt është ajo tani dhe do ta ketë më të lehtë, me që vitin e kaluar ishte pjesëmarrëse e po të njëjtit spektakël në Shqipëri. Nuk do më thënë që dhe ta kemë më të letë për vetëm në arsye se nuk vallëzojt njëjtat hapa, nuk vallëzojt njëjtat koreografi dhe të njëjtat këngë. Është krejtësisht tjetër, po vetëm gjë që ndryshon që ndoshta hapin bazë kam dhe një eksperiencë që unë e kam kaluar dhe duhet edhe një herë ta mësoj, po veç më e di për çka bëhet fjalë. Me që gara do të mbahet në Maqedoni, ku shumica e konkurrentëve janë Maqedonas, sa e ndjen veten të friguar Adelina. Përderisa më kanë ftu vetë ata dhe përderisa mjaft më njohin këto, edhe pse asnjëherë nuk kam kënduar në maqedonisht, mjaft kam simpatizuar dhe shoh reagimet e njerëzve që janë mjaft pozitive. Tashti ndoshta do të ketë edhe nga ato negativet, po gjithsesi unë jam këtu ta përforcoj publikun shqiptar. Pas pretendimit për lidhen me valltarin Maqedon, këngëtaren e kthye në lidhje dashuri me një miku në saj të vjetër, duke shtuar se gjeti sigurinë dhe mbështetjen tek ai. Okej, në çkun Adelina ka gjetë dashur, po jetë nxjerrin foto e cila është bu para 8 viteve, edhe që e them me shumë sinqeritet që nuk ka lidhje. Ai djali që është në foto është i fejum dhe është mbje shumë keq për dashurës atij të fejumës atij se unë as nuk njifem më me te, as nuk kam më kontakt. Ajo ka qenë një periudhë që kam qenë në shkollë të mesme. Shkollën e mesme kam mbaruar që 3 vjet, ka qenë vitin e parë, kështu që bjen në fakt 7 vite. Dancing with the Stars së shpejti do të jetë pjesë e transmetimit të kanalit kombëtar Maqedonas. Të drejtë vote kanë të gjithë, duke përfshirë Kosovën, Shqipërinë e diasporën. Prandaj mos kurseni, por dërgoni porositë në emër të këngëtarës që të ketë mundësi të shijojë trofeun fitues.